Për ne është më rëndësi që ansambli të ketë punëtorët kulturor të punësuar dhe ata të jenë në shërbim të kulturës tetovare. Për ne është më rëndësi që të ketë punësime dhe ai ansambël të jetë në shërbim të kulturës tetovare. Pjesa tjetër është çështje organizative. Nuk kam informatë se ka vendim përfundimtar. Përmenda ka një raport ku ansambli është në kuadër të vjetra institucioneve të kulturës në rang shtetëror, të cilat do duhet të riorganizohen me vetmin qëllim që të jenë më funksional, sepse ne kemi plot institucione të cilat kanë mungesë të administratës. Pra, te ansambli nuk është vetëm pjesë e punëtorëve kulturor, por është edhe çështja e administratës ku ne në shumë institucione tjera kemi mungesë të administratës. Pra është çështje organizative për ne. Për ne është më rëndësi që ansambli të ketë punëtorët kulturor të punësuar dhe ata të jenë në shërbim të kulturës tetovare, por edhe njëherë po e potencojnë, nuk ka vendim përfundimtar, janë analizat cilat bëhen, nëse në rang shtetëror do të vendoset për riorganizimin e gjithë këtyre institucioneve, atëherë sigurisht që do të përfshirë edhe ansamblin. Nëse do të vendoset që të mbeten ashtu siç janë, atëherë do të mbetet edhe ansambli.